Në vijim të informacionit paraprak të dhëndje për një aksident, policia e Shkodrës informon se specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin EK 40 vjeç për veprën penale shkelja rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin KN 28 vjeç për veprat penale shkelja rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregull. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin UV 28 vjeç, banues në fshatin Gryemir, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Më datë 27 prill, shtetasi VN, 71 vjeç, ka kallëzuar se kanë tentuar të vjedhin në banesën e tij në fshatin Muriçan, gjatë kohës që në banesë nuk ka patur njeri, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Po më datë 27 prill, shtetasi BZ, 66 vjeç, ka kallëzuar se kanë tentuar të vjedhin në banesën e tij në fshatin Samrish, gjatë kohës që në banesë nuk ka patur njeri. Edhe në këtë rast po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve, njofton policia e Shkodrës. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme.